E gjithë vëmendja e sportdarësve shkodran është përqendruar aktualisht tek ekipi i parë i Vllaznisë se kush do të jenë afrimet e reja dhe futbollistët që do të luajnë me të në Kupat e Evropës. Megjithatë, nga sezoni i ardhshëm Vllaznia do të ketë edhe një ekip të dytë. Kështu bëhet fjalë për ekipin Vllaznia B, që në fakt deri para pak vitesh ishte inekzistent, madje duke luajtur edhe në kategorinë e parë. Ekipi i Vllaznia B u krijua disa vite më parë me idenë e qartë për të promovuar futbollistët e rinj. Megjithatë, me kalimin e viteve, gjërat erdhën duke ndryshuar dhe nuk funksionuan siç duhet, dhe në fund ekipi i dytë e pësoi. Megjithatë, tashmë Vllaznia B do të riekzistojë sërish dhe duke nisur nga sezoni i ardhshëm do të marrë pjesë në kampionatin e kategorisë së tretë, me objektivin e qartë për të ngjitur në të dytën. Ndërkohë, Briken Obizi do të jetë trajneri i Vllaznisë B në sezonin e ardhshëm. Në ditët në vazhdim pritet që të nisë edhe puna për sezonin e ri. Ende nuk ka asgjë të qartë se cilën do të jenë futbollistët që do të luajnë për Vllaznin B, por tashmë është e qartë se drejtuesit e klubit kanë marrë përsipër një mision të vështirë, ringritjen e këtij ekipi dhe madje me synimin për të ngjitur një kategori më lart. Vështirësitë për të arritur këtë objektiv nuk do të jenë të pakta dhe për këtë arsye trajneri Briken Obizi pritet të jetë në krye të këtij ekipi për të ndihmuar me eksperiencën e tij. Në këtë rrethana klubi shkodran duket se është duke menduar opsionin e shkrirjes së ekipit U21 për shkak të rikrijimit edhe një herë të ekipit të Vllaznia B.